fut? Ku I keni fut? Do mjeshtre, ku I keni fut? Si kam, si. Duke bosh. Ku I kanë fut, me? Ku I keni fut? Ja. Ja. Na fal, naga. Ja. Ku jeni fut? Ti këtu ke bredhat. Ke bredhat e këtyne. My breath. My breath, my breath. Këtu e kishe të butë, po. S'ka gjë.
prish atë lloj gjëja, kupton se nuk është tipi tim. Ti prish dikujt diçka që ka me dikë tjetër. Po. Pastaj thash më thjesht e bëra kot për qef. Ja përsërita prapë që se kam bë për asnjë lloj gjoje. Dhe për sa i përket Henrit i thash, nuk e di unë se çfarë ju thot Henri juve. Po unë kam net me Henrin vetëm se ka qenë i pari që kam net natën e parë deri kur u zbart të bëj muhabet se po i flisja për karrierën e po fliste kështu. Po kjo s'do thotë që unë kam një pëlqim ndaj atij. S'kam pëlqim ndaj askujt, unë këtu s'kam marrë përgjith as lloj dashurie, as nuk du ta mendoj fare gjej dashuri këtu. Sepse mendoj që po të gjesh dashurinë në televizion, do zgjasi sa do zgjasi, po do i vi dita pastaj. Po. Varet se kemi parë edhe modele suksesi, ë? Po, gjithmonë, por shumica rasteve s'është se kanë zgjatë shumë. Jo. Po, është e vërtet. Kurse unë kam patur frikë të gjeturit një person që mund të më interesonte këtu brenda, se në momenti që ta jep ballit për dikujt, për dikë, anullohesh si lojtar dhe bësh një lojtar i fusion me lojtarin tjetër dhe pastaj duhet luftosh betejat e atij. Duhet mendosh për dy veta. Unë kam gjatë vështirë me mendu për vete, vlla. Fiks. Por që në rast se do ndodhte që do hynte ndonjë person që të ma jepte balli, do isha i lumtur ta jetoja. Por do ishte një luftë e papame me veten, më kupton? Po këtu është e vështirë, kur je atje jashtë dhe ke 1000 mundësi, imagjino këtu brenda që mundësia është e reduktuar në gishtat e i dore. E vërtet. Por, duke qenë se këtu gjërat amplifikohen, edhe mund të bish në kompromis për faktin vetëm se mbase nuk do me nejt vetëm. Se varet në karakteri, ë? Po, gjithmonë. Por që edhe në rast se pedet se Indri është 50 ditë me mua këtu brenda dhe ka qenë një nga personat më të afër që kam patur. Në rast se pedet e klipi, kur flas për ty, unë tash ajo goca mua më pëlqen. Thjesht e gjej të papërshtatshme që Ildi Kalosh shpenzon kaq kohë me atë. E dëgjova atë që tash. Se një diçka që kemi disa prej nesh është që jemi të sinqert. Ose në këtë rast duhet të flas për vete. Mua në rast se më dëgjon duke folur për dikë, do me thënë që ati gjaja kam sqaruar. Në të kundër nuk flas. Se pastaj bie ti je me dy fytyra e ti je hipokrit si ato gjëra që unë luftoj. Luftoj. Nuk jam dakord. E mbëri përshtypje që më ta Sorgini dje, e mirë ke deri të premte në kohë për ta goditur. Këtë godas më, qa thoni më dhe? Se di... S'ka marrë me godit njeri këtu mrena. Ka hyme me shpata këtu mrena, me qa po kuptoj. Po pra, po, sigur. S'po i dalin, jo. Se dhe, ku për boja muhabeti me Sorginin, du të bëj një 2 muhabeti, tha se jam mërzit me ty, se qa po më thonte. Do me kryu polemika me ty? Se ti tha, po bën shumë shaka, tha ndaj meje dhe Mozës. I thash unë, o djali dashur, i thash unë bëj shaka dhe qeshim gjithë, thash nuk e bëj shaka vetëm me ty dhe me Mozën, ose të vitë shkoj t'ja them vetëm Mozës ose vetëm ty. Unë i thash e kam bëj shaka në grup me gjithë shtëpinë tjetër, kupton pjesën e shtëpisë. Nuk e i thash ti marrësh personale, pastaj i thash unë, në qoftë se ti je shef, i thash si gjoshit ty të vret, mos i rri afër. Se përderisa ne po e bëjmë si shaka, ti vetë do t'i rrish afër, se ti vetë vazhdon i thash lojën. S'është faj im që ti mban lojë dhe pastaj mërzitesh. Edhe ma boni, tha, po ta shëvësh ta nga kënd vështrimi im, tha ti të dalë shumë keq, tha. E pashi jo, i thash unë e ke shumë bugzuma. Se ka bën llogarit ai që... Po, ai me sa duket pas ka ardhur me shpata në dorë, se mor vesh fare. Se kështu i bie që dëgjoj se unë për jafër Mosës që ka shumë vizibilitet dhe ti po na kundërshton, do të thotë që do dalësh keq sepse do humbësh atë pjesën e publikut që mbështet Mosën dhe unë po kërkoj. Kjo i bie. Duke bë 2 llogari, ë? Po. As nuk e du fare, unë... Nëse hyn kështu, hyn që publiku të ta shohë gjithmonë me një figurë tjetër dhe mos ketë asnjëherë një lloj individualiteti për ty. Po.